Po, në mendoj se është bërë një punë e mirë për shkak të asaj të arrestimit të personat dyshuar për spionazh në Kosovë. Unë mendoj se institucionet e Kosovës, policia, prokuroria, po edhe AKI-ja e tjerë duhet të punojnë më me ngulm, në mënyrë që personat e tillë të dyshuar të dalin para drejtësisë dhe të përgjigjen për veprimet e tyre kriminale për këtë vepër penale. Kemi të bëjmë me një vepër penale që parashihet në kodin penal në 124 dhe dënimet janë nga 5 deri në 15 vite. Rrezikshmëria e kësaj vepre penale është për arsye se rrezikohen institucionet e Kosovës, policia, FSK-ja, pastaj institucionet tjera të Kosovës, sovraniteti, tërësia territoriale e vendit e tjera. Prandaj kemi të bëjmë me një vepër penale e cila është e rrezikshmërisë së lartë, prandaj institucionet tona të sigurisë, policia, AKI-ja, prokuroria edhe gjithë duhet të jenë në vazhdën e tërësishëm të luftimit të kësaj vepre penale dhe kryesisht të mundshëm të kësaj vepre penale, për shkak se është në pyetje rendi dhe qetësia në Republikën e Kosovës. Po deri tani do të thotë në bazë të dhënave dhe statistikave të përgjithshme shihet se Serbia ka interes nëpërmes BIA-s të përvetësoj qytetarët e Kosovës në mënyrën e caktuar që ata dhonin informacione për institucionet tona të sigurisë, për rendin dhe qetësinë publike dhe qëllimi kryesor i tyre është që të destabilizoj Kosovën, po gjithashtu edhe shërbimet ruse, kineze edhe shërbimet tjera të cilat nuk ja dojnë të mirën shtetit të Kosovës. Po me vetë faktin e vazhdimit të arrestimeve të persona dyshuar për spionazh, kjo tregon për ngritje profesionale edhe të policisë, edhe të AKI-së, edhe të prokurorisë e tjera, në mënyrë që të vazhdohet një tempo e tillë për gjithë personat të cilat janë dyshuar, në mënyrë që ata mos të kenë vend në shtetin e Kosovës. Unë disa raste të cilat i kam pa dhe i kam përcjell me vëmendje, shumë dyshoj që institucionet tona kanë me i trajtu ashtu siç duhet trajtua rastet për shkakun se duhet një mori dëshmive, provave që janë shumë senzitive për t'i siguru dhe për t'i dokumentu ato raste si vepra penale si kryes të mundshëm të vepra penale. Ishin disa raste, sidomos rasti i fundit, që ma tepër dyshoj që është ma tepër rast politik, se sa ndonjë rast që dëshmon për një aktivitet tillë që pretendohet. Unë çka kam pa se me raste të tilla merret prokuroria speciale si institucioni më i lartë i hetimit, nuk kam pa ndonjë lidhshmëri të rasteve, mirë po çka vërehet në publik, po edhe na profesionist se është një nguti me qëllime që unë nuk i di që të goditen shpionët, rastet e shpionazhit për ndoshta qëllime dhe kalkulime që nuk janë në interes të vendit tonë. Nëse dikush do të arrestohej për spionazh, unë kisha pas dëshirë që personi i tillë të jetë me të vërtetë ai që është kryesi i asaj vepre, jo të njollose njerëzit pa pas dëshmi të plota, pa pas prova të plota dhe të krijohen këto skena filmike, skena ku dëmtohen personalitetet, dëmtohen familjet dhe në fund dalin pa fajshëm. Unë uroj që rastet të tilla të mos jenë ashtu siç i shpjegova për konsum publik edhe për interesat politike zyrtare, por të jenë raste që do të duhet hetuar dhe ata që me të vërtet merren me spionazhin dhe dëmtojnë interesat e shtetit të marrin dënim ashtu siç është paraqo me legjislacion. Po, kjo le t'i mbetet drejtësisë, ashtu siç mbetet drejtësisë çdo rast individual penal, nuk dua të jap një prognozim të fundit të rasteve, mirë po unë kam lutje thirrje që mos ato që zhvillohen si hetime në lidhje me rastet e spionazhit, edhe rastet senzitive, rastet të ndjeshme të mbeten konfidenciale, meq ne kishim edhe rast ku zyrtarët policor u akuzuan, realisht u dyshuan për spionazh,
dhe mbranda ditës do lojmi që ndaj të njëjtëve është pushu hetimi. Ngotia e institucioneve të hetimit për të dëshmu se ne jemi duke punuar në këtë drejtim nuk është e mirë për shtetin tonë, pas e mirë për ata që arrestohen, ata që njollosen padrejtisht. Se e shihni ju punën e AKI-s në Policisë Kosovës? Unë si profesionist kom prit prej AKI-s që të ketë rezultate pak më të shumta në këtë drejtim, me që dyshohet që jo spionazhe aso klasike, po edhe spionazhe të fundit kemi brenda institucioneve. Kemi plot të tillë që janë nëpër institucionet të Republikës Kosovës e kanë punuar për interesa shtetit tjetër. Ish dashur AKI-ja të punojnë në këtë drejtim dhe të jetë më aktive, jo dal me zbashku me prokurorin dhe në fund të dështojnë në raste, por të jetë më aktive dhe ta luftoj këtë dukuri e cila është e rrezikshme dhe e dëmshme për shtetësinë dhe shtetin e Kosovës.